Na jena diaspor, na jena folk shit show. Na jena diaspor, na jena folk shit show. Folk. Na jena folk shit show. 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 Full shit show. Yeah. Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show. Full ship. Gutëlavën fitarantë, mirëmbrëma gjithëve nga shtëpia më e bukur e diasporës shqiptare që ka njohur ndonjëherë diasporën shqiptare në Full Ship Show në zemrën e Zvicrës, bashkë me kolegun tim Marash Pula edhe sonde e realizojmë këtë emision me personazhe dhe yjen nga diaspora ekskluziv në Full Ship Show. Kur themi ekskluziv janë për herë të parë në Full Ship Show. Imagjinoni ne pas 10 viteve përsëri sjellim ekskluzivitet. Kjo do të thonë shumë e rëndësishme, Marash, që të kemi njerëz interesant dhe ekskluziv në Full Ship Show për gjithë shikuesit tanë dhe uroj të jeni mirë duke pirë atë çajin me shtapiqa përpara edhe ju boft mirë kush është të hangër dark edhe vazhdojmë me programin tonë sepse do kemi diçka shumë interesante sonde në Full Ship Show. Mos e ndroni kanalin në Radio Televizionin Seni se pasha nonën. Po u kallzeja, ti çopaj? Çe? A jena shqiptar! A jena ose jena, Marash? Jena. Hajde vazhdojmë, Marash. Vielen Dank, Komplexi Annecy. Der Annecy-Komplex in Markresch bietet auf 1000 Meter Höhe frische Luft, Ruhe und traumhafte Natur. Auf 80 Hektar erwarten Sie 50 moderne Villen mit hochwertiger Ausstattung, 24 Stunden Sicherheit und kompletter Infrastruktur. Die perfekte Verbindung von Natur und Luxus. Vielen Dank, Komplexi Annecy. Vielen Dank, Komplexi Annecy. Faleminderit shumë për mundësinë që na jep për të blerë villën tonë në një natyrë jashtëzakonisht të bukur, të mirë, me ajër të pastër, me 270 metër katror banim dhe me pishinë verore, dimrore, në Markresh në Gjilan. Faleminderit shumë që jemi neve. Numrat e telefonit i keni. Pronar është Valon Ramushi, djali më i mirë në Gjilan. Big up! Vielen Dank, Pristina Ticket. Der größte albanische Reiseveranstalter bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Faleminderit, vielen Dank. Nga Prishtina në Basel, në Gjenevë, në Zyrich dhe në Asiltas dhe në gjithë Evropën, çdo ditë me Pristina Ticket edhe rezervoni ulsen tuaj me çmim të lirë, inkluzive me atë çmim dhe kuferat i keni që i merrni me vete 20 kilogram me atë çmim. Kështu që me Pristina Ticket mos e ndroni. Faleminderit shumë që jemi ne. Dy mysafir ekskluziv sot në Full Ship Show. Absolutisht. Të dy janë interesant në të mënyrën e vet. Njërin që e njoh dhe jam, a dhe të themi, fans i zërit ti, e ka një zër veçantë trash, burrash që këndon realisht shumë bukur me nuanca, me dridhje, me turbulenca, me gjitha këto të mira. Do ta kemi, mirë po është prej Shkodran, gjithçka po lidhet me Shkodër, me origjinë Shkodre, apo jo? Po, origjinë prej Shkodre. Kështu që kemi tjetër një ish boksere, cila ka fituar në disa ndeshje të saja. Sot nuk është më në boks realisht, sot e ka dëshirë aktrimin, filmin edhe gjitha këto me radhë. Mirë po kam dëshirë me ditë si ka guxu me hyn boks, sepse është edhe femër e bukur mu pa, me thënë drejtën është bukuroshe. Si ka guxu me hyn boks, me boksu, pastaj pse e ka lënë boksin dhe është kthyer filmit dhe a ka pas në lëndim gjatë boksit se do të jetë shumë idiot ai që e godet një femër tillë. Sepse me e godit një femër tillë do të më qenë shumë katil në shpirt, me gjujt grusht apo boks. Kështu që e më fuli sinqerisht, mos më merrni për keq. Sonde mysafirin e parë e kemi Ana Maria Konin nga Prizreni, e cila jeton në Gjermani momentalisht. Ka ardhur nga Gjermania për të na treguar rreth karrierës saj dhe rreth jetës saj në Gjermani, si po kalon, si po jeton në Gjermani,
si është ndryshimi mes Prizrenit dhe Gjermanisë, mes Kosovës dhe Gjermanisë, si ka qenë karriera saj, si do vazhdoj të jetë karriera saj. Eftojmë me Duart Rokitjon von Jonas, von meine Herze Bruder Jonas, mit Big Up. Anna Maria Koni! Anna Maria, mirë se erdhe në Full Ship Show. Mirë se ju gjeta. Ana, shkurt, Po edhe kur thejmë do germa, Patjetër. masazhojmë ngjyrën e drukerit. Mirë se erdhe. Mirë se ju Kënaqësi që gjeta. të kemi në studio, Ana. Përndryshe po dukesh shumë bukur. Faleminderit. Nuk po dukesh si boksere realisht sot. Po dukesh më bukur se sa boksere, por ideja është, Ana, me na tregu pak a shumë për njerëzit që kemi miliona çusharë, shikues në gjithë botën, e një vetë prezantim nëse ka mundësi si fillim, pastaj kam dëshirë me ditë për karrierën tënde të boksit. Unë jam Anna Maria Kone, vi nga qyteti më i bukur i Kosovës, që është Prizreni. Më i bukur është në Kosovë Prizreni? Po, Prizreni, Duart Rokitjon. patjetër. Konfirmoj. Si vëllai të atë. Edhe konfirmoj, në shkruajnë apo? Ej, edhe ti? Bravo. Qyteti më i bukur i Prizrenit. O, ku Është ka më Prizreni gjujt normal. tash këtë qyteteve të tjera kanë thonë jo sa vërtet, sa vërtet. Përshëndesim Prizrenin. Realisht personalite me gjithë I ja është përshëndesim. edhe mua për vete më duket qytet antik, qyteti më i bukur në Kosovë, më duket edhe mua Prizreni. Edhe fshati Vërmicë, dje e nikoni e shumë. Sidomos Vërmica është. Vërmica është e mirë, se Është e mirë, këtë dhe ka kingun e do kam për vende shumë Vërmicë. të mira. Unë jam fan si Vërmicës, veç se e kam kolegen për Vërmicë. Përshëndesi Vërmicën. Përshëndesi. Përshëndetje për gjithë Vërmicën e Prizrenin e gjithë Kosovën në anën bon. Ana, mirë se erdhën në Full Ship Show. Mirë se ju Kemi gjeta. kënaqësi shumë që të kemi sot, dhe dëna me ditë pak. A ka katila njerëz që mund me godit ty në boks për shembull? Po, pse jo? Po, Bukuria është veç pamja. okay. Guximi janë tjetër. Guximi tjetër, bukuria tjetër. Po, Okej. patjetër. Çfarë njeriu të të mëkon ai që ta mshon boks ty? Unë kom ushtru edhe me meshkuj në boks. A me meshkuj? Po, trajneri gjithmonë ka qitë me meshkuj me ushtru, sepse vajzat nuk pranojshin me mu me dalë me bo sparing. Edhe meshkuj, do më thonë, kom ushtru me meshkuj. Atë kanë Kështu që- godit? Po. Meshkujt për një me në sparing? Po. Ai, sekond tash. Trajneri jot s'ka nxjerr asnjëherë me boksu me femra vetëm me meshkuj? Po, për jashtë sparingo, do më thonë, ushtrimeve tona që i kena pas, jashta, do më thonë, kena pas me femna, turnire sana, normal që du të me boksu me femna. Okej. Po, në ushtrime, unë gjithmonë kom ushtru me meshkuj. Pra, domethënë trajneri ka qenë pak politikan në këtë aspekt. Jo, Ka- po edhe mu më ka pëlqy ma mirë me meshkuj, sepse ma mirë një mashkull më mërrej sa më mdojnë në ring, ose në kampionat, ose nëjë sa më mdojnë më mujtë në i femën. Kështu që e kom pranune me ushtru me meshkuj, se... Xhelozia e femra, vash, veç femra mos të mujt, se të muni moshkull, s'ka problem. Pa, normal, ju e dini se energjia e femnës është jo qa që ronë sa e meshkujve, edhe ma interesant mu ka duk që mu ushtru me meshkuj. Okej. Do më thonë me marrë atë energjinë si një mashkull. E tani meqet ma letë të kanë dukë, sepse Po, ti je meqet mësu më kanë me duk shumë ma meshkuj. letë. Po pra, edhe po them politikan trajneri se të ka stërvit me meshkuj, që kur të ndeshësh me femra me qenë më e lehtë për ty. Po, shumë ma letë. A je ndesh me femra shumë? Po. I ke fitu gjitha apo ke humbë ndonjë? I kom pas edhe humbja dhe fitore. Sa ke pas fitore, sa ke pas humbje? Ehm, Me femra flasim. Po, normal. Kom pas dikun ja 7-8 fitore dhe 3-4 humbje besoj. Veç 3-4 humbje? Jo më Po, shumë. mirë. Je ndesh edhe me meshkuj? Me meshkuj du më thonë qëre se dalojnë. Po. Për shembull, me meshkuj kom ushtru në stërvitje. Në stërvitje. Po kur kom dal gara, du më Ti thonë dalësh me femna me femna, meshkuj nuk guxojnë. Nuk guxojnë, veç me Veç me femna, femna. Po në stërvitje me meshkuj ke boksu normal? Po, normal, sparing ka 40 minuta, pa unal, e kena pas me ronde me undru, do me thonë, Okej. kështu që 40 minuta pa undal. A ka ndodhur Ka në ndodhur që herë e ki sparing? mujt Po. meshkujt? A ka ndodhur që i ke rafë në mashkull në sparing? Tash, unë që jem konë pak, kom bo dë vjetë edhe në boks edhe unë, e tash këta të rritë që veshin adin, ju kom toleru pak adin, se I ki rejt. keq, po, se po m'vje pa lidhe me thonë, ama që është të dishka. Amo, do më thonë, me pas, i ke toleru apo i ke rafë? Tash si pas sparingur të regullat që janë, aty s'ka tolerim. S'ka tolerim. Boksi është për shtatë, nuk A kena ju- arë Pra ke balet. rafë mashkuj në ring? Po, A ju ka ardhin ati?
Pak po, ama këta që na kena ushtru gjithë, Apo nini, apo shkoni, ma mirë shkoni, se mos halin e trajë me këtë, ju lukna. Shkoni mos rini këtu. Në më thonë, edhe mashkull ke rafti, si. Në sparring, po. Në sparring, po më thonë. Ke shumë interesant. Mashkull të njëjtës kategori me ty, me të njëjtës skele... Jo, janë konë ndryshëm. Ka pas edhe kategori pak më e nalt, edhe pak më e olt. Një pyetje konkrete, se unë para kam lidhje fort me këtë artin marcial. A më ndonë që më kishë raf mu dhe maroshin tek e tek? Sa një të gudzim shumë ju me dalë me mu, dilni? Unë s'tam jo. Njane, Ne, i sekundë, se nuk ka për një me, ka tu ma hit, i sekundë. Veç pak se në shkoj ftyra, gjikon. I sekundë. Veç pak, ata mërmenja që më raf mu dhe maroshin tek e tek boks? Pa i kur dalim sparring e shohe. Po dja, keni na i par dorzat boksit aty, a si keni marrë me vete? Jo, se kena marrë. Shqyrë se kena marrë. Okej. Se na kena mendu që me neve s'gudzon, që kena mendu, na u ka du vetja pak më të fort, ati. Haj, masi po ma bën këtë pyetje, kështu që ty ta pas ka marrë menja me bo sparring me mu, që dush, hajde. Unë nuk them jo. I sekundë, okej, ti nuk thu jo, po Po. realisht gudzon ti mu raf me një mashkull me parametrat mija që 1.90 dhe më thonë. Unë nuk kam frikë, më imi dalë, edhe një matë madhë sa te, kështu që bokse e ka atë vetën që mos me pas frikë e me pas gudzimin. Mara që ta mërmenja ty tash në këtë Na moment që ka të pëzrin e tina shumë të forta dhe shumë të gudzimshme. Shumë është e vërdet, po është edhe ky djali i Prizrenit, mos haro. Okej. Edhe, mara që ta mërmenja si pas psikologjista unë dhe tanish. Në qohë se futen në ring bashkë me këtë anën. Besoj që teknika o më rëndësi. Teknika më Kjo e rëndësi. ka ushtru këtë sport. Pra do më thonë traf? Po njëherë me të godit mirë, tash për veti nuk e di, po besoj që mune edhe me re, me shkuj, me dash. Thonë, me dash. E ka ushtru këtë sport. Inshallah s'don. Inshallah s'don. Shumë interesant duket, po kisha pas shumë dëshirë me pa një femër të rrafti mosh. Shumë interesant. A e nalë pak që shumë gjemi. Shumë jemi mos është penali, hiq. Jo pa hiq penali, hiq tash hiq penali. Kesh sa të muish. Ama me se në marrëm pa keqë, Ja, të hiq. mëne të dosh me ba dhe ajgari. Jo, hiq ai gore kjo. Amo, për një me e kisha rraf me roshin. Po qërë atje në video e shes. Po jo, sa priti din me po. godit. I sekond priti ta shohim. Që shtu me të godit ty Artin, I sekond, shi. Po i sekond bro, i sekond. Se prap se prap tash na që shtu nuk dim. Ja, i sekond, pret se na dim ndryshe, na dim alla shqiptarçe, po ideja është që unë prap nuk jam i bindur që mundesh me mrafti mu, Ana. Nuk jam i bindur, mundesh me mraf me më shumë Na tokë. muna me full sa dush, po pa e provur, nuk muna me ditë që është. Kështu që i ki dorzat e boksit. Ai ti në rrezik. Shkoj ftyra. Gjikam dhe ka tu po hajgore se e kena boshur të para emisionit me thonë. O e ti, a na rafën e mas, se po du me ditë. Ata mërmenje që na raf? Unë e thash. Po. Mu i me dalë. Okej. Kështu që e provojna fatin. Që kena fat, okej. A mundesh me improvizu diçka se qysh bokson? Pa doreza. Veç me kam dëshirë qysh e mban boksin, zonë. Realisht është pak edhe taktik kjo mbajtja durve edhe e boksit. Haj tash. Unë kisha mujt, po masi është në mision, s'pi kalzek. Jo, mos bokso, veç kam dëshirë pak me ditë qysh godet, kështu najer. Najer? Po, najer, pa Okej, jo. mi me në qëta se më do këtë pa lidhje. Pa lidhje është kjo? Me A boksu kena me najer? presje, ta di? Ha? Sa të mërë pa lidhje me bo gjitha, ose do këtë normale. Mos kesh në. Mos kesh një, gjiganta. Rënija. Pa se kena. Priti, Na, mos kesh në. Priti se, Haj. është shumë interesant kjo intervistë. Besomni që është shumë interesant kjo intervistë. Ti ke raf mashkuj në sparring, femra ti ke raf 8-9, një 3-4 është atë kanë raf ty. Po. Ato që të kanë raf kanë qenë shqiptar apo të huja? Jo, janë konë të huja. Të huja. Unë kom marrë pjesë në kampionatin evropian në Bullgari, Okej, dhe aty kom fitu venin e tretë, okej. po në gjysmë finale kom hup për rusës. Prej rusës? Po, ajo Rusja u kanë kampione e Rusisë, edhe u kanë për mu nashta 2 vjeç atëherë fillimi që ata nisë me bë boks, edhe normal që Rusia është më e madhe, shteti më i madh e sene, dhe ja patën toleru asaj. Sepse i na kanë baras. Nuk o që veç unë ka reja, ashtot.
Pena kanë baraz, edhe normal që shteti më i madh ja kanë jap fitoren e asaj. Me Edhe pse pika. në atë kampionat, po me pikë, edhe pse në atë kampionat krejt Rusia kanë fitu. Do më thonë, krejt sportistat rusë që janë kanë e kanë fitu. Se në Bullgari ju kanë? E u kanë në Bullgari, po është kanë kampionat evropian, kështu që kanë marrë pjesë edhe rusët aty. Ti, kur ki fillu mu marrë me boks për herë të parë? Në Edhe që vit, shka ardhë ideja, sepse besoj që, sidomos në atë mosh, qikat nuk miren me boks. Nuk miren me Edhe ka qenë tabu për ty ajo kohë, sepse në atë kohë edhe mu marrë me boks, dyshysh për femrat, sidomos nga pjesa jona, nga Rafshi, nga Prizreni, andej është pak problem, apo jo? Ka qenë. Po, unë kam fillu me boksin 2016, kom pas 12 vjetë, edhe e kom pas shumë jam kanë energjike, edhe i kom dosh gjithmonë sportet luftarake. Okej. Më kanë tërhek ashtu të ma shumë. Unë e kom provu para boksit, kom provu jam kanë valtare, si fëmija din shkojshim me tisha komtare të këcyje sene, po nuk e kom gjetë vetën. Pastaj kom lujtë edhe basket me një sport, po gjithmonë më ka flenjt zemra ka ona sportit luftarak. Edhe të vendosa boksit. Vendose ti. Ka motivu dikush, a veç vetë? Babi, do me thonë babi gjithmonë i thësha bab, se unë e vogël, ade nuk i disha shumë një këto sene, edhe i kom thonë bab, unë po kom qef shumë boks, sepse e shesha në televizor Mike Tysonin, edhe jam fanë se e zjarët e tina. A i dina televizit e Mike Tysonin që ullet e Mike Tyson e ka shpirtin luftarak, po ashtu të dhone kam shpirtin luftarak, me kom qeveq për balë. Mos me ikë mrapa, po veç për para. Veç për para. Po. Edhe babit i kom thënë, bab, po më pëlqen shumë boksi, jem të e po Mike Tysonin gjithmonë në televizor. E hako këtu boksa den, tani babi e ka pas një shok, që e përshëndes edhe trajnerin tem Vutim Zaplozhani. Edhe e ka pas atë shok, edhe më ka thonë, hajde pe provojnë atë. Po qojna, se babi e ka po këtë energjin teme shumë, edhe ka thonë, okej, pe vendosi. Mami s'u kanë dakord në fillim, po përderi sa babi ka thonë po ade. Babi ka menu se vish një mujdet, sa me hekun ato marakin temë dhe me dalë. Ka besu që e la, po jo, unë kom vazhdu. Tani mos ka pas shansa më të hek më mrapa. A më ndonë që i ke problem me gjithë burë, me gjithë këtë forës që i ke? Jo, nuk e menoj këtë sen, sepse boksi e ka venin e vetë, edhe Burri jashtë ka venin e boksit e ka venin e A vetë. kisha rej Ama burri? me burë ka një herë Jo, burri është burë, edhe... Po me të nevëzu Pa që shumë. po thëmë, më ndodhë në herë me pas të lartë të shtëpia, këtë kanë të lartë ka një herë, pa. Po, normal. Kjo është problemi, A a e rre burin apo e marë pozicionin e nuk gru? është zgjidhja veç mora, apo kuptan. Muj me zgjidhë veç edhe me diskutu me to, edhe ka normal që na për familje ka me pas nëse t'pan shumë nervoz. Po, s'ka dartë, unë prap jam një tip shumë i qetë jashtë boksit, Okej. edhe jam shumë tolerante. Kështu që ndodhë, na i herë unë muj me vish me këqyra, me thonë, okej, desa që të thot, nuk është zgjidhja veç për murreja, për kuptan. Okej. Bukur. Ama është mirë me pas këtë mundësi. Jo, se duhet në herë. Jo, Duhet në herë. nuk e besoj që muj me shku deri aty atë pikë se burri është burrë. Larg qoftë. Gruja du të Larg mull qoftë. patrujt sa do që je e fort të burri është burrë. Pari në televizin e... lartë qoftë, burri që dhënë idiot. A di se ka burra që qojnë durësët në ngra, a di? Po, ne nuk e zgjedhit që është? Po, ti nuk e din, a i moment është, a i sekund është, ti jemi realista. Ti mund të zgjedhë shumë mirë, po një moment i plastër unë dhe, a di, ka sot idiota që qojnë durë në ngra. Si do veproje? Shumë pytje me vend, po... Thjesht e kisha lanë qetë. E kishe lanë, pra nuk ja kishe Thjesht isha këthy? largu prej asoj Si ja shtëpia. kishe kthy? Jo, nuk ja kisha kthy. Ishe largu prej asaj shtëpia? Po, isha largu. Bravo. Nuk kom qef shumë drama. Jo. Kjo është një përgjigje shumë ideale dhe bukur që edhe sot, Ana. Bravo. Qish ka reagu familja jote, kur e ke pas meqen e parë, mas pare, mas sa mujë që... Meqen e kum pas mas 5 muje, besoj. E kum pas në Dors. Me që jam i parë u konë shumë interesant, u konë shumë emocion. Du me thonë, kur pa të shku në Dors, edhe u konë në shesh, ringo, edhe ka pas tepër njerës, edhe për mu më ka dok, wow, të isha, jam të e arrit andrën teme, apo e kuptan? Më duke shumë emocionuse, edhe për emocioneve tepër ta, desa pa të në ring, kam pas shumë. Po, me që jam i parë u konë me fitore, ja kom njësë në start mirë. Me fitore. Po, me fitore. Okej.
Edhe u konë shumë interesant se më pa duk diçka shumë. Se si fëmijë duket diçka interesante, apo kupton? U konë tepër mirë, në dorës. Familja që shka reagu? A kanë pas frikë që kime pas meqen e parë? Mos po lendohesh? Babi jo, babi nuk e ka majtë gajlen heq. E ka thonë qika jem është kjo. A mami e ka pas pak ato frikan, o ku mjera, o ne qika ashtu. Ama sa herë që kom pas meqe ose sparinge për shembull që kanë ardhur shteteve tjera tena, unë si kom tregu mami tam kur që kom sparing. Të me thonë që ka po video në ashtu. Okej, bukur. Sa çmime ke marrë? A ke marrë çmime në boks, Ana? Po kom marrë. Venin e tretë në Bullgari që thash. Venin e tretë në Bullgari? Po, në kampionat evropian. Venin e dytë në Çeki. Venin e dytë në Çeki? Po, venin e parë në Kosovë dhe venin e parë në Shqipëri. Vendin e parë në Shqipëri? Po, kena pas ato gara që kena shku. Okej. Bukur. Interesant të marrësh një femër me boksu, për shembull, për mua është Interesant. shumë interesant, shumë interesant është. Pse e le boksin, Ana? Edhe a je lëndu në herë prej boksit? Po, jam lëndu prej boksit. Çfarë lëndimi ke marrë prej boksit? Prej boksit kom pas lëndim hunën. Hunën? Unë e kom bë 2 herë operacion hunën, Pse? sepse kom pas lëndime kom thy. E ke thy hunën? Po. Prej goditjes? Jo, prej budallakut tem. Prej- Kallzoj drejtë. Pse prej budallakut? Gjatë treningu ta në meq? Gjatë trajningut. Unë kom pas probleme me sinus, edhe shumë ka lënë pas ajo në stërvitje. Po, unë kom vendos me një operacion. Edhe mas operacionit, kur e kom bë për herë të parë, nuk ka shku as 2 javë, unë kom dalë, kom shku në stërvitje, se s'musha me nejtë pas stërvitje. Edhe kom shku në stërvitje, që aty kom bë sparring, edhe e kom cyp prapë. 2 herë. Po, tani u dasht me pushu 6 muaj ditë, mas 6 muaje për me hi prapë operacion, me bojë që kjo më kalon pak si pezull në boks, ka nga bimi jem, ama e kom hek tash si kejt boksert ato kërcen, po. E ke hek atë ashtin e hundës? Ashtin e hundës, po. Okej. A shumë boksere hekin ata? Se kam Shumë bokserat Shumica vise është. marrin vesh se duhet pa tjetër me hek, ta nuk është edhe pa tjetër, po e lojnë boksin veç për qita arsye. Po une që shtash, unë jam shumë e guximshme, kom qasë sane me vo, edhe kom bo une, kom hegar. Tash që sa vjetë e ki bo pauzë boksin edhe a beson që kime vazhdu dikur apo e ki lanë për gjithmonë? Unë shkoj alos të vit në boks, në fitness, këtu tash që kom dojnë në Gjermani, nuk kom gjetë alon një klub të boksit, për me mujtë me shku mu ushtru edhe një trener të mamë që shdu që mu marë sane, po kom mu ushtru veç në fitness. Shkoj edhe heke atë malin tem të boksit. Me gjetë një trajner, a rikthesh për sërin boks? A kishe dasht? Po. Po? Me luftu? Se e kom lanë dyshysh... Mos më bëk si pyetje shumë se s'po mëj. Do më thonë, po të vjen me qajt për boksin, për që e ke lanë Pasionin. gjys, pasionin? A i kjo a këtë normale me Ja, pas emocione. shumë normale. Ej. Tregon se sa... Jena shqiptar, jena shqiptar! Be, kjo kuptohet, kjo kuptohet, Ana, respekt sepse këtu kuptohet dashuria që ke pasionin, për boksin, edhe realisht tek A ne, bën gjithë pjesë me ndërpërveç tek ne Ana nuk funksionon dhe nuk merr meritokracia. Po, tek ne vetëm Po kjo... shoshnia, parja, zëvend, miku zëvend, apo meritokracia tek ne fatkeqësisht akoma nuk funksionon siç duhet. Duhet me ndryshu. Duhet me ndryshu, realisht ne shqiptarët e kemi kohën me ndryshu, drejt që e marrë këtë punë, se mjaft kemi përdor mikun, mjaft kemi përdor parën, mjaft kemi marrë hakun e tjetrit, sot është koha për t'i dhënë meritokracinë, meritat çdo njeriu që ka vlerë, talent, pesh, që mundet me na përfaqësu, dhe fatkeqësisht kjo është arsyeja pse nuk funksionojmë ne si kombë, sepse ne edhe votën e marrim me pare, edhe votën e marrim me mik, edhe votën e marrim me korrupsion, edhe me të vjedhme, pra nuk është që mundemi me lënë në funksion meritokracinë kush e meriton.
As për të na drejtuar, as për të na përfaqësuar, kjo është fatkeqësi shumë e madhe për kombet tona. Me pas një talent si Shikoj, Anën. një ish boksere që qanë sot në studio për ndërprerjen e Andres. pasionit ëndrës saj për arsye primitive të pjesës tjetër që kanë vendosur dikon që se meriton as përgjysmë kësaj për ta përfaqësuar Kosovën. Në vend se me përkra edhe me na bo krenar Kjo është ide. Ana me fitu medalje ndikun lojrat olimpike. Apo, kjo është ajo fatkeqësia më e madhe që kemi ne si kombë. Ato që bojnë qështu, bojnë shumë një Ana, a je mirë tash ta hapim dorë trokitjen edhe për të cila? Për të. Kjo. Ha. Vesh qetëso, Ana, vesh qetëso Po, që kjo edhe ka më në shumë. arsye më e madhe që s'kom pranu një intervistë me fol për çto se e di se mushna si të me lot. Lotët janë gjë e mirë. Edhe për çto s'kom pranu kurse s'unë përballoj edhe kur s'um ka vetë për atëherë se kom liu kërkan më fol. Mu m'vjen mirë që ke lot, ke Po. dashni për këtë sport dhe m'vjen mirë që gjithë ata njerëz që do të shikojnë dhe gjithë ata njerëz që do ta shikojnë intervistën tënde do ndjehen përgjegjës apo do ndjehen burracak në qoftë se të kanë bërë padrejtësi. Sepse padrejtësia tek ne e di që ekziston. Ekziston. Dhe është nuk normal. merr merita dhe duhura njeriu apo personi që ka vlera apo ka talent. Tek ne fatkeqësisht funksionon gjithmonë. A e ke parasysh edhe po marrim edhe artin, edhe në Eurovision, artin muzikor, edhe në Eurovision, nuk shkon ai që këndon këngën më të mirë. Shkon ai që ka mikun më të fortë, fatkeqësisht. E kjo është tash po më kujtohet Ana që kur e shoh duke qarë, është shumë gjunaf me akput ëndrën se do ishte ndoshta mundësia, sepse kur meritokracia nuk funksionon, ëndra nuk shkon në fund, pra asnjë talent. Pra, edhe federata nuk ka mujt me arrit me shku në Olimpik me talentat që ka marrë masanës. Ndoshta me Anën do ishin përfaqësuar jashtëzakonisht bukur si shtet, si komp me talentin e saj. Por prap miku funksionon, parja funksionon, dallaveria funksionon, nuk funksionon meritokracia. Kjo është fatkeqësi shumë e madhe për neve. Ana, po gjithsesi ti mos u dorëzo. Tash ti e ke vendosur me lan boksin përfundimisht? E kom lanë që një vjetë gjysë. E ke lanë që një vjetë gjysë dhe mi u kthy filmit? Po. Do mu marrë me film? Aktore? Pa i masela është boksen, jo mësu mu konë shumë aktive me jetën tema. Nuk jo mësu me najtë në shpe, edhe mësë me bo kur gjo. Të më të mas boksit kër e lash, pak unë një ta keq edhe një kosë mira me kur gjo, përveç punët që përna isha që e kam një lokal në Prizren. Dhe dyqysh më do ke vetja shumë e lanë mas dorë, se lanë vetën tema. Një pyetje kam dëshirë, pse mendon që të bërë padrejtësi tek federata, Ana? Mendon diçka në lidhje me ty personalisht? Jo. Apo në lidhje me interesat e tyre? Jo, gjithë shka janë kanë interesat e tyre. Gjithmonë ku ke shku në boks, se i kanë pas interesat e tyre, bokseri vetë për me arritë ma tepër, po gjithmonë nuk kanë një padrejtësi se mu së më pëlqejke, që nuk më pëlqejke kur shkojshem në turnire, sana, nuk në vike gjithmonë trajneri jam. Gjithmonë vike një trajner tjetër. A i trajneri tjetër nuk mundet me ditë se qysh une jam. Apo kuptojnë edhe aty ushtrimet një javë që i kena pas, nuk më ke mu me ma di se qysh ushtrajone. Trajneri jam i din se qysh ushtraj edhe ato ushtrimet që i kena ushtru me trajnerin. Edhe gjithmonë nuk kanë ajo pjesat që mu më pengojke. Unë e lipsha trajnerin tam. Këtë sportistat e din, trajneri tëne i din se qysh taktika, qysh e ushtrojnë, edhe qysh duhet më gjinë për ashtot. Po, për ndryshe që kem ka pengu tepër. E pse ashtu, pse gjithmonë një trajnerit tjetër? Gjithmonë e kanë po si të meshkujt edhe si të femrat një trajner të veçan kur shkojshin na për gara, për shamo turnire jashtë shtetit, edhe nuk vike kur trajneri jonë. Edhe unë gjithmonë kur delsha ato, trajneri tjetër më ushtraj ke tjetër qysh. Unë i thojsha, unë jam shpirt luftarak, unë e veç luft. Unë teknikën nuk e kom përdorë shumë. Unë e kom ditë vish për para me shku, edhe mos me kësoj kryt mapa, për kuptan. Edhe ata më ushtrojshin më këtë tjetër san, unë i thojsha nuk është kjo boksi jam. Unë nuk di që shtë të një të ma përzi komplet ushtrimet. Gjithmonë e kam pas të problemet me ta,
Edhe për ndryshe jem konë unë jam ma shumë ti që kom kësi kry, kom fol ma tepër, sepse lypsha drejtësin tema. Pse nuk futesh, Ana, me qenë se ne nuk kemi njerëz që vlerësojnë meritokracinë, njërin ton, talentin që ke, futur në Gjermani, me qenë si në Gjermani tash. Po, kom lypë... Prej nati përfaqësoj Gjermaninë, prej natit atyre, se me dëshirën time do përfaqësoj shqiptarin, po Jo. prej natit atyre individëve që ta kanë bërë kom patrici. pas mundësin kërë më kanë pak ma e vogël, e kom pas mundësin për më shku në Zvicër, me përfaqësu Zvicrën. Ma ka njop këtë mundësi, po unë du shumë Kosovën, venin tem, vendlindjen teme, dhe kur nuk kom pranu. Kom thonë ju. Unë kam e boksu veç për Kosovën, edhe kam e mëqu se cilin kampionat që kam e dalë, kam e qu vetëm flamurin Kosovar. Nuk kam e qu asnjë flamur tjetër. Okej, unë thësh, po e mendoj si lloj hakmarrje për me ndërgjegjësu, që mos më apo dikujt tjetër pak, dhe mos më apo dikujt tjetër pastaj se ka shumë ndoshta vajza apo djem që mund t'i bëhet kjo padrejtësi në të ardhmen. Është mirë me ndërgjegjësu këta lloj tipash që Po, ama unë po flasë që kur më ka arë mundësia mu kur jam kom pak ma e vogël. Po e kuptan, atash, si që tash që shjam, kësha pranu për me dalë, për mu këthi prapë në boks, qofse normal, qofse gjeni trajner të mirë që ja vlen për mu këthi prapë. Pra, kishe pranu për sëri muri këthi në boks, veç me se gjeni trajner të mirë që është 100% i përkushtuar për ty. Okej. Bukur. Interesant. Tani, je këtyrë në film. Po luan film, je aktivizuar dikun, çfarë po bën? Më ka po luan, çfarë roli ke? Kom marrë pjesë në disa filme që janë vetëm për YouTube, për momentin, këto që mas boksit që e lashu që të regova, kom pas qef pak me aktivizu pak vetën, me umar me diçka, edhe gjeta edhe vetën të një film. Që erdhë ky kalim prej boksit në aktrim? A kim pas mësim për aktrim, apo veç vetë? Jo, unë e kom pas, kështu që përveç boksit e këtu ne kom pas talent edhe artim. Kom bo piktura, vizatime, sana. Po për ndryshe këtu diçka privat që janë këto filma që bohen për YouTube e sana, kom marrë pjesë në të. Më kanë gjetë, më kanë ftu, se kanë po edhe pjesa boksit, a i karakteri i fort, luftarak, apo kuptan. Edhe tani më kanë marrë mu në të seriali Dashuris që e kam të njëjtën karakter, që lidhe diçka me boks, edhe që shtët. Tani edhe aty pata pëlqy se që shpolluj, që shpomoj me aktru, edhe që është të tjekum njësë. Tash me zgjedh mes boksit edhe aktrimit. Normal që boksi. Boksi. Po. Okej. Po ta bëj një pyetësor me qenë se pyetja pyetësorit ishte e para kjo. Aha, që kjo. Kjo ishte e para, realisht. Po ta bëj një pyetësor, Ana, dhe ti ke drejt për zgjedhur vetëm njërin, jo të dyja. Apo jo të abstenosh për asnjërin. Ring apo sken filmi? Cilin do zgjidhje? Ring. Ring. Po. Përsëri te boksi, të luash boksierën në film apo princesh në film? Boksera normal. Jo princesh. Jo. Okej. S'jam princesh. Nuk e dua atë rol. Do preferoje një regjisor strikt apo një regjisor që të lejon të improvizosh? Një strikt. Strikt. Po. Që nuk të lejon të bësh diçka nga vetja? Strikt. Strikt. Kështu thamon edhe pik. Okej. Për që ato është edhe e ko qatë profesion. Mu konë, unë isha konë vend tina, po aje ko qatë profesion, kështu që ma mirë t'jallu atina. Nëse do luash një film në Hollywood, Ana, do preferoje të përdorësh realisht një grusht të vërtet apo një grusht aktrim? Si pas aktrimin gjithmonë janë kështot jo reale. A mo që si shkon është që është dashtë, po. Cilin do zgjidhje? Ti? Parën, se kam problem, është gjithçka shumë e thjeshtë. Të thjesht është me gjujt boksa? Kur gjë, unë jam mësue. Kaç ka ti lejeti me gjujt? Po, unë jam mësue, kështu që... Ku. Tapet i kuq apo tapet i ringut? Tapet i ringut. Përsërit e ringu. Çmim Oscar
apo kampione bote? Kampione bote. Një film për jetën tënde apo një komedi romantike? Një film për jetën time. Të bëhesh e famshme në Hollywood apo ikon e paharruar tek shqiptarët? Ikon e paharruar. Tek shqiptarët. Po. Sken emocionale apo një sken lufte? Një sken lufte. Por ti të thrasin kampione apo aktore? Kampione. Një rol negativ apo një rol pozitiv në film? Të dyja. Jo, njërën. Njërën, okej. Edhe pozitive ban. Tani pozitive apo negative? Nëherë do në edhe pozitive. Jo, s'ka nëherë. Pozitiv, negativ. Pozitive. Pozitiv, okej. Të kthehesh për një ndeshje lamtumire, pra, të realizosh ndeshjen e lamtumires me fansat tu, apo një premier filmi gjigant? Një premier filmi gjigant. Jo të kthehesh për një... Jo. Jo, okay. E urejlam të mirë. E urejmë lamtumire, okej. Nëse një aktor s'ta mban grushtin si duhet, ja fal apo e mëson realisht se si me gjujt? Gjithë shka është taktik, shto që përmisohet edhe ajo. Okej, bukur shumë. Marash ke pyetje? A keni mesazh për femrat që dojnë me një këtë sportin e boksit? Diçka që ki përjetu ti Po. për eksperiencës? Dhe a keni mesazh për ato që ndjehen të diskriminuara në ndarjen e pikëve të drejta? Ju kësha thonë femnave që mos mund të dorëzo kur, pa marrë parasysh se çka ndodh me jetën e tëne. Sado jeta që është e vështirë edhe i bën shumë padrejtësi mos mund të dorëzo kur. Kur nuk është vonë, mund me ja dal edhe mas 5 vite ose mas 10 vite, mas e kanë lënë anash, kur nuk është vonë. Kështu që mos u dorëzoni dhe veç punoni. Mos u ankoni, mos i thuni vetës se jam dorëzu, as mos u ankoni. E thjesht punon hishtje edhe gjithmonë kemi pas rezultat. Mesazh i bukur. Tani në qoftë se do rikthehesh në boks ama, do rikthehesh Po. me këto flok apo do i shkurtosh pak? Për boksin dhe komplet flok t'i heki, nuk e kam Për problem. boksin edhe komplet i rrun zero? Po, babi gjithë më ka thonë, kur këm him në boks, ma ka boks qëra. Ki vendos me hi në boks. Po. Nuk ka aty bukuri, nuk ka aty jo e bukur, jo syni, jo po e ftyra po më prishet, a ku dion, ka thonë aty është boksi, vazhdaja. Që donë me arrit diçka, nuk është për me këqyra bukuri, a pamjen, ose najsan. Thjesht bana ata. Sot në këto momente a jenë në kondicionin e duhur për të boksuar pas stërvitje? Qa që kom zemër, sa që nuk isha thonë kur jo. A të ka ndodhur ndonjëherë në jetën e përditshme, në jetën reale, mu zonë me dikan, mu rraf me dikan? Mu rraf nuk ishte thonë, sepse unë e jashtë boksit, du më thonë jetën teme përditshëm, nuk i tregoj që jam shumë kështët. Thjesht dikush që vjen, ka pas raste, ka ndalë në stop kështu për para, falshen, bërtitshen, me që vështu i këqyrë, sepse e di unë e që mu i me bo. Edhe thjesht me që aty i këqyrë dhe ata nishin vetën shumë si budalë, edhe kështu që janë largu. Dhe që këmë thonë të lutëm, ju jeni ma të mirët, okej, ciao, abden. Nuk është gjithçka veç morreja, kuptan. Gjithmonë i këm lënë pak ma rafsh, dyqysh. Po Se s'ja vjen. Po edhe nuk guxojna, jo? po, edhe E njeh nuk veten. guxojna jashtë boksit për me urrej. Okej. Me ligj Nuk është që guxojnë. nuk guxojnë. Okej. Ja. Një boksere çfarë burri preferon? Burr bokser apo aktor? Apo model? Jo, asnjëna. Asnjë. Jo. Çfarë burri preferon një boksere? Si duhet jenë parametrat apo kriteret e një apo këngëtar? Jo, thjesht si pas meja, Po. sepse nuk më me folë në emër gjithve. Si pas me unë e du një burë punëtor, familjar, që e donë familjen, nuk është rrugëve të këqia, që punon për ma arrit diçka, mu që qaja mjaftan. Mu më respektu, mu më dosh, me dosh familjen e vetë, edhe temën, mu që kjo mjaftan. Mu nuk më vynët as si famshëm, as bokser, ose ku ta dion, nuk më vynë. Mu më vynë një i thjesht, i mirë, që sot jam adhone, edhe vetë. Okej, super. Sa mirë.
E bukur ishte kjo Ana. Çfarë projekte kime realizu tash në të ardhmen? Na kina serial, film, a i të punu diçka? Tash me seriale kum pas në Kosovë. Tash që kum dalë në Gjermani që pak kohë ka kënej. Ja kum një gjithçka prej fillimit dhe nuk e di se ka do më qenë jeta këtu në Gjermani. Qa ka me më vendos, një për e këqyri veç punën, për mi ndrejq disa sane këto, e tani e këqyrim se ku du me dalë. Edhe qëfar projekte më i me pas. Qofë se mi jepët edhe mundësia, sepse ju e dini se në Gjermani është ma ndryshe sa në Kosovë, edhe është pak ma zërë për me hi rrugës asaj. Po, ti është një alakos, nuk unë gutna, kam dorim, që Nashta edhe në boks, dikur në të ardhmen. qofë se është të shkruane me vazhdu, unë e besoj që ka më bo mirë. Okej. Nëse vazhdon, presim përsëri. Pa tjetër. Dakord? Po. Urojmë të vazhdosh dhe mos ndalet karriera jote me kaq, sepse shoh që ke dëshirë dhe dhunti për ta vazhduar këtë lloj sporti. Të urojmë shumë suksese Ana. Nëse ke mesazh, nëse do të më apo dikujt një surprizë duke përshëndetur përmes emisionit, e ke shansin. I përshëndes krejtëve shqiptarëve. Faleminderit që na ndjekët këtë intervistë tonë, kaq të bukur që ka dalë sot. Dhe kisha thonë ma pak urrejtje mes njëri tjetrin, edhe më shumë dashni. A ka urrejtje Edhe mes njëri paqe. tjetrit? Ka, po unë e kisha pas shef mos me pas. Mos më pas. Ama ka, Ka. Çfarë aspektesh ka urrejtje Ana? Mas shumë t'i ka mu që po foli gjithmonë pi vetës. Më kanë pas gjithmonë për shkak kryqëve të mdhaj që i naj. Okej. Se përveç edhe atyne në mira me rrjetet sociale, dhe gjithmonë unë i du këto, se jam katolike dhe im në i kryqë të mdhaj, po për ndryshone dhe fenë muslimane respektoj tepër, dhe ku mbo një film për Ramazanin, që e ka një YouTube, edhe për mu feja është i Ke mirë. bo një film për Ramazan? Po. Okej, pra edhe pse e katolike, ke bo një film për Ramazan? E kum pas me havale. Je veshur, Po. Okej, interesant. Aktrimi i donë që të sene. A është dikun kjo? Po, një Ky filmi? youtuber. Po. Diamant, lutëm, ma gjej këtë film, si quhet filmi? Ramazani? Ramazani, Diamant, ma gjej filmi, ose të lutëm, ma gjej ma nxjerr, sepse është shumë interesant, një katolike e veshur me feregje, me mbules, për qefin e Betim Tetovës, që del në film. Do më thonë edhe është diçka Unë e shumë e kum bukur. po atë filmin. Ama po- njerëzit që të urrejnë për shkak të fesë, njerëzit janë primitiv, mos u merr me ata. Po, jo, nuk mirë. Njerëz shëndosh që urrejnë fenë e tjetrit nuk ka. Po. Dashnia na mëson, feja na mëson me pas dashni, respekt për njëri tjetrin. Ajo fe që na mëson me pas urrejtje nuk është fe. Pra, Po. këtë merre parasysh prej meje dhe pik. Do të ke, domethënë, çdo fe na mëson me dash njëri tjetrin, me dash Zotin. Ata që s'duan njëri tjetrin nuk dojnë atë Zotin. Mos u merr me Po, këtë. në ato nuk mirë, unë kum pas shumë paragjykime si fama që jam, si pi boksit, si prej krejtve. Okej. Po, thjesht nuk jo marrë me paragjykime. Thjesht Okej. unë e di vetën teme që jam, edhe vetë e paragjykoj vetën teme, qofse kam në i gabim temen, më nëna më përmisu, po të njerëzit nuk marrë. Nuk i mene. Kjo është shumë e rëndësishme, Po Ana. përveç këtij filmi që e pata bo, kom pas shumë komente negative. Pi anës teme, se qysh unë e katolike, moj me bo këtë film, me pranu me u vesh me... Tash ke pas kritika prej katolikëve apo prej muslimanëve në këtë rast? Të dy palve. Edhe katolikët kanë Po, se sulmu? mu janë mësu më po gjithmonë me kryqat Po, edhe tani ndaj. kanë sulmu pse e ke lujt filmin me mbulesë. Po, a më thjesht është aktrim. Po, absolutisht do t'ju themi edhe atyre pjesës katolike që janë ata që të sulmojnë janë, mos ta them, primitiv, sepse arti është art, filmi është film, Fiks. kënga është këngë, muzika është Fiks. muzikë, nuk duhet paragjykuar këtë gjëra. Ai njeri që e shon fenë islame, ai njeri që e shon fenë katolike, ai njeri që se don kryqin, ai njeri që se don vllon musliman, ai nuk është shqiptar. Jo, nuk është shqiptar. Ne du të jetojmë në harmoni, në vllazni dhe do të kemi respekt për njëri tjetrin. Pra, çdo njeri që ka urrejtje për kishën, kryqin apo xhamin, për mua nuk është shqiptar. Ne do të jemi bashkë gjithmonë. Pra, mos u merr me primitiva. Kemi sa dush tradhtar, kemi sa dush njerëz të paguar, njerëz shitur që dojnë me bë përçarje, por shqiptarët e vërtet nuk e urrejnë njëri tjetrin. Shqiptarët e vërtet e komplimentojnë, e suportojnë, e duan njëri tjetrin. Pra kjo është e vërteta edhe pikë. Se unë rri me njerëz të vërtet, rri me shqiptar të vërtet,
rri me njerëz shkolluar, rri me njerëz të emancipuar dhe unë e kuptoj se kush është për bashkim dhe e kuptoj kush është për përçarje. Ata që janë për përçarje janë një pjesë që as me lexu nuk dinë, as me shkruaj nuk dinë. Pra, ne jemi me këtë pjesën në shëndosh. Kështu që faleminderit shumë Ana që ishe sot në Folship Show. Faleminderit juve. Do kemi shumë kënaqësi të të ftojmë përsëri hera tjera nëse rikthehesh në boks apo edhe në film për ndonjë premierë apo në promovim të filmit. Këshyre, qa bot me jetë. Kështu që të urojmë shumë suksese në jetë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësia jeme. Shumë faleminderit. Me duar trokitje, unë Big Up Fonjona, Ana Maria Koni, e përcjellim!